3 ditë pas rastit të ngordhjes së 6 lopëve në fermën e Tahir Berishës në fshatin Gjurgjevic i Madh të Klinës, situata në fermë vazhdon të jetë shqetësuese. Aktualisht edhe 15 krerë lopë të tjera raportohen në gjendje të rënduar shëndetësore, ndërsa shkaku i saktë i ngordhjes mbetet ende i pa identifikuar. Sot fermerin e ka vizituar kryetari i komunës së Klinës, profesor Dr. Zenon Elezaj, i cili është informuar nga afër me gjendjen e baktive dhe masa që janë ndërmarrë deri tani. Ai ka ofruar Berishës mbështetje financiare dhe institucionale, duke theksuar se komuna do qëndrojë pranë fermerit deri në sqarimin e plotë të rastit. Ky është një rast që na shqetëson të gjithëve. Do të bëjmë çdo përpjekje që të ndihmojmë fermerin dhe të zbulohet shkaku i saktë i kësaj situate, ka deklaruar Elezaj gjatë vizitës. Nga ana tjetër, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ende nuk ka publikuar rezultatet e analizave laboratorike që do përcaktojnë arsyeën e ngordhjes së kafshëve. Mostrat janë dërguar për ekzaminim nga mjekët veterinar privat që vizituan fermën menjëherë pas rastit. Fermeri Tahir Berisha shpreh se frika në fermë dhe në komunitet mbetet e madhe, pasi nuk dihet nëse bëhet fjalë për ndonjë sëmundje ngjitse. Po presim çdo përgjigje për të ditur se çfarë po ndodh. Çdo ditë që kalon rreziku shtohet për bagtin tjetër, ka thënë ai për Klina Info. Banorët e fshatit Gjurgjevic i Madh dhe fermerë të tjerë të zonës kërkojnë ndërhyrje të shpejtë nga autoritetet kompetente për të parandaluar përhapjen e mundshme të ndonjë infeksioni.